Pas përfundimit të luftës së parë botërore, shpërthyen përplasje në Gadishullin Arabik, ku rajonet jugore dhe lindore ishin në mbrojtjen britanike midis dy aleatëve të Britanisë, emirit të Nejdit, Abdulaziz Al Saud, dhe mbretit të Hijazit, Sherif Hussein. Betejat përfunduan kur Al Saudi mori kontrollin e rajoneve që ishin në ndikimin e emirit Ali, djalit të madh Sherif Husseinit, në Hijaz, në Medinë, Jambu dhe Xheda. Kështu themeluan mbretëria Arabi Saudite në vitin 1932. Në fund të luftës së parë botërore, marrëveshja Sykes-Picot u zëvendësua nga marrëveshja San Remos dhe politiket e mandateve të aplikuara në vendet arabe të krijuara në Mashrik. Nga marrëveshja Sykes-Picot nuk mbeti asgjë përveç përcaktimit fitestar të kufive të Libanit, Irakut, Transjordanisë dhe Palestinës. Kolonizimi britaniko-francez mbeti në vendet e Mashrikit përveç rajoneve të Yemenit, Arabisë Saudite dhe Transjordanisë deri në fillimin e luftës së dytë botërore në vitin 1939.